podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Programi që vijon është mbështetur nga mjetet e fondit për nxitjen e pluralizmit dhe larmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive. Erdhi edhe një shtuna me mua dhe Xixin dhe sot do të kemi studion e mbushur me fëmijët të klasës së 4 të shkollës fillore Marko Nocullović në Shtoj. Unë me zi po pres që ato fëmijët të vinë dhe unë e Xixi do shkojmë të hajmë diçka derisa i presim fëmijët. I dashur mësues Tomas, kemi dëshirë të ftojmë nxënësit e klasës të 4 të shkollës fillore Marko Nocullović në Shtoj, të jenë pjesë e emisionit ton për fëmijë Xixiland. Me padurim, ju presim në studion e emisionit ton. Me shumë dashuri dhe respekt, Rumejsa dhe Xixi. E pa që ftesën e dërguam klasës së 4 të shkollës fillore Marko Nocullović në Shtoj. Ne tani u ulëm pak më ndryshe, sepse këtu kemi vetëm një bukuroshe dhe unë dëshiroja ta ula këtu afër vedit. Tani po hezituar do filloj me prezentimin. Merra mikrofonin. Si quhesh? Leontin Gazivoda. Shumë mirë, a ke qefti të mësosh? Po. Bravo, çka ke përgatitur ti për ne? Unë kam përgatitur një akvarium me pefq. Shumë mirë, po cilat peshq të pëlqejnë ty më shumë? Mu më shumë pëlqejnë të sjellin kuqezi. Bravo, po pse të pëlqejnë ata? Se stive që më pëlqejnë janë ngjyra. Të pëlqejnë ata janë ngjyrat e tuaja të preferuar, Mona? Po. Bravo, shumë mirë. A ke ti edhe ndonjë vjersh? Po. Mund të shosh në këmbë dhe ta thuash vjershën? Shqiponia, hape krajt, fluturove, thellën e për kaltërsi, udhetove, qerdhen kutat të befti, ty as gjes, ta mbusyrin, as një pem, as një gur, me në fund majtri merore, bere qerdhen e flamur. Shumë mirë, vazhdo me shokën. Si quhesh ti? Besart Froko. Bravo, shumë mirë. Çka ke përgatitur ti sot për ne? Kam përgatitur Xixin. A të pëlqen të Xixi? Po. A shikon për çdo emision të Xixit? Po. Po, çka të pëlqen më shumë ke Xixi? Që bën sherrë apo çfarë? Si bën sherrë. Po ju zgjoni për sërit ato sherra që bën Xixi. A ke përgatitur edhe ndonjë vjersh? Po. Mund të çosh në këmbë dhe ta thuash edhe vjershën. Ydhi vogël lart në qiell, duke por si zjarrin e pyll, si për dheu të lërqendron Xixelan. Bravo, shumë mirë, vazhdo me shoqen. Si quhesh ti? Azra Demiri. Bravo, çka ke përgatitur ti sot Azra për ne? Unë kam përgatitur një libër të lexu edhe një majmun të lexu. Bravo, shumë mirë, po të pëlqen të me lexu libra? Po. Cilat libra i ke lexuar deri tani? Shqipës. Bravo. Po, a të pëlqen të lexosh libra në gjuha tjera apo vetëm në shqip? Edhe në anglisht. Shumë mirë. A ke përgatitur ti ndonjë vjersh për ne? Po. Bravo, mund të çosh në këmbë dhe ta thuash vjershën. Shoku im, kam një shok të dy tokë, shkoj me ore pa mërzi, me tregon, me meson, shumë gjëra që si di. E shtrengoj, e pushtoj, plot gëzim me dashuri, for të dua se për mua është shok për mençuri, pa për tim me durim. Shoku im me ndihmon, dhe kur është e kush e di, libri im që me meson. Bravo, shumë mirë dhe recitove shumë bukur. Shumë faleminderit. Shumë mirë, vazhdo me shokën. Si quhesh ti? Semen Avdalli. Bravo, çka ke përgatitur ti sot për ne? Unë kam përgatitur sot një shtëpi me 2 lisa. Bravo, cila ngjyra jote e preferuar?
E zeza. Pse të pëlqen e zeza? Me pëlqen se... Thjesht të pëlqen, apo? Po. Bravo, shumë mirë. Po çka ke përgatitur ti sot për ne? Ke përgatitur ndonjë vjesh? Po. Mund të çosh në këmbë o ta thuash edhe vjeshën? Hapa do lapa, kush më shëhom rapa, se me zori vapa. Vapa korikot në njet, vikot huje pëtuj. Bravo, shumë mirë, vazhdo me shokun. Si që është? Simon Shkreli. Bravo, çka ke përgatitur ti sot për ne? Unë kam përgatitur një makinë. Cila është makina jote e preferuar? Au. Po pse të pëlqen au? Se i shumë shpejt. Bravo, shumë mirë. A ke përgatitur edhe ndonjë vjesh për ne? Po. Mund të çosh në këmbë dhe ta thuash edhe vjeshën. Fjala është e vogël shumë. Disa shkronja, disa rrugë. Ajo rrjedh si mjaltë të shumë midis miqve, midis shokëve. Fjala është e vogël shumë. Dhe ashpër dhe e biçur, i ngrevalit për që shkume kur vërsuar në mbi armiq. Fjala është e vogël shumë, të mbëlsona vret si pumbi. Fjala është si një urë që liu brigjet e një lumi. Bravo, shumë mirë. Tani ne do vazhdojmë në gjetjen e punimeve. Hajde një me mua. Çka është darka? Darka është misdita kur në bën neve nanat me hangër. Ushimi. Me hangër. Me hangër. Ushqimi. Me hangër. Ushqimi si bën mamet. Darka është se bëhet misditja. Darka është me bë me hangër. Ushqimi. Darka është për me hangër. Darka është me hangër. Me hangër. Me hangër. Darka është për me hangër. Me hangër. Ushqimin e mbrëmje. Me hangër. Cili është ushqimi jeti preferum? Makaronat. Unë haj më shumë krofne. Supë. Molla. Mollat. Bizeja. Çka është bora? E parë, bura është në toftë në burë. Bora toftë. Bora është e barë. E ftoftë. Ftoftë. Bora është kur e shkrit. Bora është me rabor. Bora është të toftë. Bora është dimri. E bardhë. Bora është e bardhë edhe si toftë. Toftë. Bora është toftë. Bora është po bjën borë. Bora është e bardhë. Bora është kur bjën borë. Bora është me ra bora tokë. Bordë. Po çka veshim na kur bie bor? Fesa, dorë, zët, këmisën. Shtrash. Doreza. Me gjaketa, me doreza, me fesa. Po bora a ishte ftoftë apo nxehtë? Toftë. Çka bëjmë na kur bie bor? Ushqarsim në përmaje. Çfarë ngjyre ka bora? Bordë. Çka ishte autobusi?
Autobusis për me të në shko kër e ke shpin lërë. Autobusis për me që fmetat a shkollë edhe me që diko me satit. Autobusis me marë shkollë, pispijet a shkollë. Me shko shkollë. Me në që në shkollë, me në që me satit. Autobusis për me që fmit shkollë. Autobusis me në që në shkollë. Autobusis me në që shkollë. Autobusis e të fmit shkollë. Autobusis me në që në shkollë. Në që në shkollë. Me shku shkollë. Autobusis për me shku shkollë. Me që fmit shkollë. Autobusis e për qenë shkollët. Autobusis me në që neve në shkollë të në vajnd, si kombisht ashtu me në që ka një me shtërin, me në që në shkollë. Autobusi me në që shtërit. Tjetër? Me në që shkollë klasë partë. Kur në qenë neve në shkollë, në qenë me shtërit. Çfarë ngjyre ka autobusi që na çon shkollë? Verdh. Çka i dielli? Dielli se bëhet ditë. Dielli e som ditë me i pras. Dielli është kur është ditë. Dielli është rarë ka qelë. Po dielli a ishte i ftoftë si bora? Ja. Çfarë është dielli? Dielli është shumë dhe do me shku në plash. I dzej. Dielli është i dzet. Dielli është për mu vesh me më shkuta. I zet. Dielli është i dzet. E bev. Dielli është i dzet. Dielli është i dzet. Dielli është shumë zet. Dielli ka rezet, ka është shumë i dzeta, mune në shumë plash, se ka njëherë kur është verë, në shumë plash. Shumë i dzeta dhe mus më shku plash. Dielli është me bo zet. Që bën në ku diell? Shkom plash. Po a është dielli i ftohtë si bora? Ja. Po si është? E dzet. Çfarë është një biznesmen? Një biznesmen ose biznesmene është një person që krijon dhe drejton një biznes. Biznesi është një vend ku njerëzit punojnë për të ofruar produkte ose shërbime për të tjerët. Për shembull, disa biznesmen hapin dyqane lodrash që t'u sjellin gëzim fëmijëve si ju. Të tjerë kanë pastiqeri ku përgatisin ëmbëlsira të shijshme. Disa të tjerë krijojnë kompani teknologjie ku shpikin aplikacione apo lojra për telefona. Pra, një biznesmen është dikush që ka një ide të mirë dhe përpiqet ta bëjë atë realitet. Por për të bërë biznesmen i mirë, nuk mjafton vetëm ideja. Duhet punë, durim dhe vendosmëri. Biznesmeni planifikon, llogarit shpenzimet, kujdeset për punonisit dhe përpiqet që gjithçka të funksionojë mirë. Nëse diçka nuk shkon siç duhet, ai nuk dorëzohet, por gjen një zgjidhje të re. Një biznesmen i mirë gjithmonë mendon: si mund t'i ndihmoj njerëzit? Si mund ta bëj këtë produkt më të mirë? Si mund të krijoj më shumë vende pune? Pra, qëllimi i tij nuk është vetëm të fitojë para, por edhe të sjellë diçka të dobishme për shoqërinë. Le ta imagjinojmë, nëse një ditë ti shpik një stilolaps që kur nuk mbaron bojën dhe vendos ta prodhosh e ta shesësh për të ndihmuar nxënësit nëpër shkolla. Atëherë, urime. Ti sapo u bëre biznesmen i vogël dhe mos harro, biznesmenët më të mirë janë ata që punojnë me zemër, mendojnë me mendje dhe ndihmojnë të tjerët. Ndoshta herën tjetër do të flasim për një tjetër profesion të bukur. Deri atëherë, mos harroni të ëndërroni, të krijoni dhe të besoni në idetë tuaja,
sepse çdo ide e madhe fillon nga një mendje e vogël plot fantazi. Bëritna dhe në rubrikën Profesioni jem. Sot me ne në studio kemi një biznismen të njohur në Olqen, që quhet Lam Kallaba. Faleminderit që e keni pranuar ftesën dhe jeni sot me ne në studio. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Jam shumë i gëzuar dhe i privilegjuar që jam mysafiri juaj. Faleminderit, ne tani pa hezituar do fillojmë me pyetjet e fëmijëve. Cila është pyetja jote? Si ja keni filluar qysh në zero? Nga zero ja kam filluar nërmjet klasës 7-8, 14 vjeçar, ja kam filluar në tregun e gjelbër të Olqinit në pjacë, kam bler domate në fund pjacës, se i kam shit në fillim tregut, para të rruga. Bravo, shumë mirë. Vazhdo me pyetje në shokët. Qa ke pas që më bo kur ke keni vogël? Unë kam pasur dëshirë të bëhem profesori gjuhës dhe letërsisë, kam fillu me studiu gjuhën dhe letërsisë. Letërsinë mirë, po e kam lanë në vit 3 edhe pastaj i kam hyrë biznesit, sepse ashtu kanë qenë rrethanat edhe e kemi vazhduar me sukses, por nuk jam i penduar. Cili është biznesi jetë më i vështirë? Ç'të të them, nuk ka, unë e du shumë këtë punë, e du shitja është artë në vehte, i dua njerëzit, punën me njerëz, edhe s'ka asnjë punë të vështirë në qoftë se e doni edhe i përkushtoheni. Vetëm diçka që ta bëni me sukses duhet ta duani shumë, t'i përkushtoheni edhe t'i respektoni njerëzit, sepse nuk mund të shesësh diçka në qoftë se e para nuk beson të vehtja dhe të produktit që shet, por edhe e dyta në qoftë se nuk i don njerëzit edhe nuk i respekton, atëherë nuk ka shitje të suksesshme. Do të thotë nuk ka punë të vështirë. Asnjë punë nëse i përkushtohemi me kujdes edhe ja kushtojmë kohën edhe gjithë atë çka meriton ajo shitje, ajo nuk ka asnjë problem. A i pëlqen juve biznesi? Po. Bravo, më na mikrofonin, vazhdo me shoqen. Cila është pyetja jote? A keni dhe një kështjellë që fëmijës dojnë me kenë biznismen? Patjetër, shumë thjesht dhe shumë bukur. Që të bësh biznesmen, do të bësh shitës i mirë, duhet vetëm ti respektosh njerëzit, ti duash njerëzit, ta duash punën tënde, t'ja filloni qysh tash që të respektoni, qysh nga familja, që nga prindërit, e gjithë të tjerët, sepse shitja është vetëm ndrim energjie, gjithmonë me bë energji të mirë, edhe do të patjetër që do të bësh biznesmen e mirë. Nuk ka asnjë dyshim se Olqinit shumë i veçantë, t'jep mundësi, ka shumë mundësi, kështu që jeta ishte juja, keni shumë mundësi vetëm përpara dhe besim të vetja. Asnjë formule veçantë. Vazhdo me shokun. Sa vjeti e kënë biznismen? Unë kam thash 53 vjeç, kam fillu qysh 15 vjeç, por me kohën, kështu që gjithë jeta është shitje për mu, edhe ashtu e përjetoj, edhe ashtu e jetoj edhe sot e kësaj dite. Kështu që asgjë e veçantë përveç që punë, dashni për punën, respekt për njerëzit, dashni për njerëzit, edhe kjo është e gjitha. Ndonjëherë kur nuk ju ka ecur diçka si duhet, a keni menduar për mu dorëzu? Jo, nuk vetëm ndron mënyrën i qasemi prej kandit tjetër, po më dorëzu s'ja vlen. Vetëm ndron kandin edhe i qasemi problemit prej kandit tjetër edhe patjetër çdo problem ka zgjidhjen e vet. Edhe çdo problem që na paraqitet nuk i shkon për një arsye është. Kështu që është vetëm një mundësi më tepër. Faleminderit, por edhe si përfund një pyetje nga unë, nëse biznesi juaj do të ishte një lojë, cilës lojë do t'i përngjaj? Në fakt, unë edhe ashtu e përjetoj si lojë, unë biznesin e kam, ishte jeta jeme, dhe më thonë, edhe ishte serioz, edhe ishte lojë, edhe unë punoj 24, ty për 24, telefoni im ishte i hapur, jam shumë i hapur për njerëzit, vetëm duhet me marrë me qetësi, edhe në qofë se cilë punë, jo vetëm biznesin, se cilë punë që e bënë duhet me bënë me përkushtim të plot, edhe ai do të shëndrohet me kohën në lojë, do të shëndrohet në kënaqësi.
Faleminderit shumë që ishit me ne dhe shpresoj që fëmijët i kanë shprehur kuriozitetet e tyre ndaj biznesit, apo? Po. Bravo, shumë mirë. Ne tani do vazhdojmë edhe me rubrikat e radhës. Edhe një shtu në erdhi, po shofim këtë javë, Zizi ku në dredhi. Vjeshta ardhë me ngjyra dhe aro. Parkun Zenela ka lojra si gjithmonë. Në Ulqin, në Parkun Zenelaj, u zhvillua aktiviteti tradicional i stinës shporta Vjeshtës. Ngjarja e cila organizohet çdo vit, mblodhi bashkë qytetarë të moshave të ndryshme për të prezantuar produkte vendore dhe punime me motive vjeshta. Ndër pjesëmarrësit ishte edhe Zizi, i cili sapo mori vesh për zhvillimin e aktivitetit, vendosi të jetë i pranishëm. Gjatë aktivitetit, Zizi tregoi shumë interes për stendat me prodhime natyrore dhe punimet e fëmijëve. Ai bisedoi me pjesëmarrësit, mori pjesë në disa prej lojrave që ishin organizuar dhe nuk u fshehu gëzimin që ndinte për atmosferën e ngrohtë miqësore që mbizotronte në park. Pjesëmarrësit dhe organizatorët u shprehën të kënaqur për praninë e tij, duke e cilësuar si një shembull pozitiv për përfshirjen aktive në ngjarjet e komunitetit. Sipas tyre, pjesëmarrja e Zizit i dha aktivitetin një dimension më njerëzor dhe më të afërt, duke sjellë buzëqeshjen e entuziazëm tek të gjithë të pranishmit. Në fund të ditës, Zizi u shpreh se ishte ndirë shumë mirë dhe se pjesëmarrja në sportin e Vjeshtës e kishte ndihmuar të çlodhej e të kalonte disa orë të bukura pas një periudhe lodhjeje. Ai tha se do të vazhdoj të marrë pjesë në ngjarje të tilla që e forcojnë ndjenjën e bashkësisë dhe sjellin më shumë pozitivitet në përditshmëri. Zizi është të mor ka pak temperaturë, ndjekim lajmin. Zizi nuk po ndihet mirë këtë ditë. Prej mëngjesit ai ishte shumë i lodhur dhe pa fuqi, sikur i janë shtreruar energjitë krejt. Thot se ndjen trupin e rënd, i dhem pa koka dhe ka ndjesinë sikur është ftofur ose e ka kapur ndonjë virus. Sot është i rritur pak dhe temperatura, jo shumë e lartë, po sa për të shkaktuar dobësinë e marramendja. Ka humbur pak oreksin dhe po përpiqet të pushojë sa më shumë. Gjithçka tregon se trupi i tij po lufton diçka, ndoshta një virus të stinës ose ndonjë ftohje e fortë. Gjithë dita i shkoi në shtrat dhe duke pushuar. Pak mori të lexoj për shkollë, por as për lexim nuk pati shumë energji. Për momentin po mundohet të pushoj, të pij shumë lëngja dhe ushqime të lehta.
Nëse gjendja nuk përmirësohet, brenda 1-2 ditësh do të shkoj për kontroll tek mjeku për të qenë të sigurt që çdo gjë është në rregull. Ftohti në arriti, gjuperat mund t'i qiti. Meteorologët thonë se java ardhshme në Ulqen do të ketë mund të ndryshoshëm me dikë të ngrohta dhe disa re kalimtare. Në fillim të javës pritet mod me diell dhe temperatura rreth 22 deri në 24 gradë Celsius, ideale për shëtitje dhe lojra në natyrë. Nga mërkurja do të ketë pakreshje shiu dhe erë të lehtë nga deti, por jo shumë gjatë. Në fundjavë moti do të përmirësohet sërish me diell dhe në temperatura të këndshme pranverore. Është moti i butë dhe pak shi në mesjavë dhe shumë diell në fundjavë. Ishin goco lajmet për Xixin, shok të shoqet e tij. Ju qëndroni me ne, siç e keni shprehi. Na mytën gabimet e Xixit, por ai i përmirëson dhe ne mund të mësojmë disa gjëra prej gabimeve të tij, se prej gabimeve mund të edhe mësojmë. Tani do i pyesim këto fëmijët se çfarë kanë kuptuar nga kjo video. Çfarë ke kuptuar ti? Çka ka bë Xixi? Xixi ka bë keq se ka shkruajtur mur. A bën me shkruan mur? Jo. A pse s'bën me shkruan mur? Pse mos nëj Nëhet muri, ashtu. nëhet muri. Bravo. E ma vonë në pjesën e 2 çka ka bë? Mos ai ka marrë fletën, a ka vizatu në fletë. Bravo. A keni qef ju me vizatu? Po. Vet janë mura? Ja. Bravo, vërtet më shokon. Çka ke kuptuar ti? Çka ka bë Xixi? Unë kam kuptuar se Xixi ka shkruar në mur, o në mur s'duhet me shkrua. Po, a pse s'bën me shkruan mur? Sepse nëhet muri. Bravo. Në pjesën e 2 çka ka bë? Në pjesën e dytë ka shkuar në shtëpi edhe ka shkruar në fletë. Ka shkruar në fletë. Bravo, shumë mirë. Ma jep mikrofonin. Dhe ne tani e ndjekim edhe videon e dytë dhe rikthehemi. Çfarë ke kuptuar ti? Çka ka bë Xixi? Xixi ka kthyer nëpër kauçë dhe e shul keq. E shul keq, a ban ashtu me bë? Jo. A bani ju ndonjëherë ashtu si Xixi? Jo. E pse? Se çortën kauçat. Po. Bravo, shumë mirë. Në pjesën e 2 çka ka bë Xixi?
Pjesën e dy Gigi atër ishtë full mirë. Shumë mirë, a uleni ju bukur, apo keni qef mushtri? Mu ullë bukur edhe mu ushtri ka herë. Bravo, ka njerë kur t'jena lodhën edhe shtriena. Po. Bravo, tani ne kemi mbërritur edhe në rubrikën Mësojmë Anglisht, a ju pëlqen juve gjuhën angleza? Po. Pak. Bravo. Tani, këto dy fëmijë që nuk e komentuan në gjuhën shqipe, do të komentojnë në gjuhën angleze. Ne pja shokut mikrofonin, shoku do të komentoj videon e parë. What did Gigi do on the first video? The first video, Gigi has drawn in the wall. Yes, and in the second part of the video? And then he got a paper and drawn in the paper. Do you like drawing in the paper? Yes. Very good. Ne pja mikrofonin edhe shoqas. What did you understand? What did Gigi do on the second video? On the second video, Gigi was jumping on the couch. Yes. Was that right? No. Okay, and in the second part of the video, what did he do? He said it rightly. He said rightly. Okay, ne e kuptuam që edhe këto fëmijë din mirë gjuhën angleze. Tani, vazhdojmë me rubrikat e radhës. Bërritëm edhe në rubrikën e prallës, unë për këto fëmijë të mire kam përzgjedhur prallën Robaqepsi i vogël 3. A keni ndëgjuar ndonjëherë këtë prallë? Jo. Tani do t'ju lexoj dhe shpresoj që do t'ju pëlqej. Robaqepsi i vogël 3. Poçoja ishte një robaqeps i vogël, i cili gëzonte dashurinë e të gjithë mbretërisë. Përveç aftësisë në qepje e kostumeve, ishte i famshëm edhe për aftësinë edhe dinakërinë për të zgjidhur rastet më të vështira. Kishte gjithmonë zgjidhjet e duhura për të dalë qoftë edhe në situata më të vështira. Për këtë arsye, të gjithë shkonin në shtëpinë e tij në kërkim të këshillave të vlefshme që të ndihmonin të zgjidhin problemet e vështira të çdo dite. Njëherë, kur si zakonisht i ishte dorëzuar me gëzim punës së tij, një remizash të neveritshme po fërfëllinin mbi pastën e shishme me bajame që e kishte atë pranë. I bezdisur nga paturpësia e tyre insekteve, i tremte vazhdimisht me dorë. Por, duke qenë se këto insekte ishin kokeforta, i ktheheshin përpjekësisht punës së tyre. Duke mos dëruar fërfëllimin e mizave të pista, u dha një goditur me pëlhurën që kishte në dorë dhe vrau 8 prej tyre me një goditje të vetme. Robaqepsi i vogël u ndje krenar që kishte arritur të vriste 8 insekte njëherësh, nga që bëma e tij i u duk madhështore, vendosi t'ia tregonte botës. Kështu mori një copë pëlhur dhe qëndisi me fije të zeza këtë fjalë. Unë jam Poço, kur godas, të vras. E lidhi rripin e pëlhurës në bel, futi në trast një copë djath dhe u nis në përbot. Gjatë rrugës gjeti për tokë një zog që ju duk i plagosur. E mori dhe e futi atë brenda në trast. Të gjithë ata që e shihnin të kalonte me krenari, duke treguar rripin me gërmat e qëndisura. Çuditshin kur gjykonin se një njeri aq i vogël dhe thënë tanik kishte mundur të vriste 8 me një goditje. Dhe kështu duke ecur, u ndesh dhe një gjigant. Ai e pa me kërshëri, lexoi rripin dhe pa fshehur habin. I tha: "Mos më bëj të qesh, burre i vogël. Pra, ke vrar 8 me një goditje të vetme?" Pastaj, giganti e sfidoi dhe e fitoi ta imitonte me qenë se konsideronte veten aq të fuqishme.
Kështu, gjiganti mori një gur midis gishtërinjve dhe shërmoqi atë si të ishte ëmbëlsirë. Rrobaqepsi i vogël e pa dhënë veten, nxorri nga trasta copën e djathit dhe duke e bërë gjigantin të besonte se ishte gur, e shkërmoqi midis gishtërinjve. Atëherë, gjiganti mori një gur tjetër dhe e flaku shumë larg. Rrobaqepsi i vogël nxorri fshehtur zogun dhe duke u shtrirur sikur po merrte vryll për të hedhur gurin. Flaku zogun taj. Gjiganti budallak kujtoi se poçaja ishte hedhur gurin dhe me që zogu humbi në qiell, gjiganti mbeti i mahnitur. Gjiganti djeu zili ndaj atij njeriu të vogël. Në dukje të dobët, por me forcë dhe aftësi të jashtëzakonshme, e ftoi që të shoqëronte në kështjellën e tij, ku do ta prezantonte me gjigant të tjerë. Rrobaqepsi pranoi dhe ata u nisën. Duke përshkruar pyllin, gjiganti mendoi të mblidhte dru për të ushqyer zjarrin në oxhakun e tij dhe duke synuar të habiste rrobaqepsin e vogël me një përpjekje të vetme shkuli nga rrënjët një pemë të madhe. A do të më ndihmosh ta mbaj? E pyeti rrobaqepsin. Me shumë kënaqësi, i tha poçoja. Unë do të mbaj pjesën e pasme të pemës që është më rënda. Gjiganti pranoi, e mvuri mbi supë pemën dhe filloi të ecte përsëri. Rrobaqepsi i vogël u ul i qetë mbi degët e pemës dhe nisi të këndonte gëzueshëm. Duke qenë se gjiganti i korrësuar nga pesha nuk mund t'i shihte, habitej se si ai burri i vogël i lejonte vetes të këndonte aq qetë me pemën mbi shpinë, ndërkohë që ai vetë mezi ishte në gjendje të merrte frymë. Aqërat skapitur ishte sa i kërkoi rrobaqepsit të ndalonin dhe të pushonin pak. Si të duash, tha rrobaqepsi, por për mua mund ta vazhdojmë rrugën. Kështu, duke ecur dhe duke pushuar, më në fund arritu në kështjell. Aty ishte mbledhur 3 gjigant të cilët po glabëronin një bankë të shishme. I zoti i kështjellës i prezantoi mysafirin e vogël dhe kur mbaruan të gjithë pjatat e shishme, erdhi ora për të fjetur. Gjiganti e përcolli mysafirin tek dhoma e tij, ja uroi natën e mirë dhe u largua. Por poçoja nuk mund të flinte në atë shtrat të madh dhe vendosi të shtrihej në dysheme. Nuk ishte kaluar shumë kohë, qysh kur e kishte zënë gjumi, kur gjiganti hyri ngadalë në dhomë dhe i armatosur me një çomang të trash. E goditi shtratin e tij disa herë, pastaj u largua duke thënë: "Nuk do të më shqetësosh më, o burrac i urryer." Të nesërmen, kur gjigantët po përgatitshin të varrosnin trupin e rrobaqepsit, u tronditën shumë kur e pan të shfaqej, i gjallë dhe i buzëqeshur. Menduan se ishte ndonjë fantazm dhe u larguan me vrap nga kështjella. Rrobaqepsi i vogël, duke mbetur i vetëm, e rrillfilloi udhëtimin derisa arriti i dërmuar në hyrje të qytetit. Ushtri për të fjetur dhe kushdo që kalonte aty, dalonte për të lexuar me habi shiritin që thoshte: "Unë jam poçoja. Kur godas, tet vras." Thashe themat u përhapën në të gjithë qytetin se kishte mbërritur një burr që kishte vrarë 8 me një goditje të vetme. Lajmi mbërriti edhe tek mbreti, i cili kërkoi të sillnin në pallat për të takuar. Me që mundet të vriste 8 me një goditje, kumtoi mbret, mund të na bësh një nder. Janë 2 gjigant që jetonin në pyll dhe që na shkatrojnë dëm dhe na trembin. Të lutem të shkosh t'i vrasësh. Nëse ke vrarë 8, 2 do të jenë pak për ty. Poçoja ndjeu një përshkëllim frike, ti përshkonte trupin duke menduar se do të duhej të përballë me 2 gjigant. Por duke qenë se mund të tërhiqej, i tha se ishte i gatshme të shërbente madhërisë së tij. Mori me njëherë rrugën për në pyll dhe refuzoi ta shoqëronin
100 ushtarët e mbretit që ja kishte vënë në shërbim të tij. Në mes të pyllit në një shpellë jetonin 2 gjigant. Poçoja i gjeti në gjumë dhe pa nguruar mori 2 gur dhe u fsheh në përshkurra. Njërin prej tyre e hodhi në kokë e njërin prej gjigantëve. Ky u zgjua i frikësuar dhe duke shkundur tjetrin i bërtiti: "Çfarë ke u budall? Më lër të flej." Tjetri porosiste, duke thënë se ai nuk ishte bërë asgjë dhe u kthye sërish për të fjetur. Atëherë Poçoja flaku gurin e dytë të futur të fytyra e gigantit të tjetër. "Kujdes se çfarë bën," qarata. Me vrave fytyrën, giganti i parë u zemërua që e kishte akuzuar për gjuajtjen me gur dhe për një fare kohë u grind me të. Por në fund vendosën të vazhdonin të flinin. Nga ana tjetër, Rrobaqepsi vazhdoi me lojën e tij, i hodhi një herë njeriut dhe pastaj tjetrit, të gjithë gurët që mundi të gjente. Erdhi një çast kur të 2 gjigantët u tërbuan dhe u ngritën furishëm, secili me çomangët e tij në dorë. E goditën njëri tjetrin me aq fort dhe zemërim, sa që pas pak kohe mbetën të dy të pajat, të plëndosur për tokë. Sapo u kthye në pallat, Poçoja i tha mbretit se misioni i tij ishte përmbushur dhe 2 gjigantët nuk do të shqetësonin më sepse përhershin të pajet në shpellën e tyre. Mbreti dërgoi një partull ushtarësh për të verifikuar bëmën. Kur u kthye dhe i tha mbretit se kishte parë 2 gigantë të vdekur, Poçoja Rrobaqepsi i vogël Trim u shndrua në hero. Atëherë mbreti i tha: "Ti je Trim si askush tjetër në këtë mbretëri. Dëgjoje me kujdes atë që të them. Në pyll gjendet një rinocerontë i tmerrshëm, i cili ka vrarë shumë nga vaselet e mi. Nëse do të jesh i Zotit të vrasësh atë, atëherë do të bëj princ. Do të jap gjysmën e mbretërisë dhe dorën e vajzës sime." Rrobaqepsi i vogël nuk ishte zgjedh tjetër veçse të pranonte dhe duke u hequr si Trim, shkoi drejt e në pyll duke mbajtur në dorë një shpatë dhe një litar. Nuk kishte shumë kohë që po ecte përmes pemëve kur ndjehu një turfëllim të madh dhe toka lëvizi sikur të kishte rënë tërmet. Vuri re i tmerrsuar se një rinoceront i madh po vraponte me shpejtësi duke rrëzuar pemën. Poçoja nisi të vraponte me sa i hanin këmbët dhe ishte gati të binte të fikët kur syt i pa një trung të trash peme që i bllokonte rrugën. Rrobaqepsi i vogël vendosi të vinte në lojë gjithçka që kishte. Qëndroi i pa lëvizshëm buz trungut dhe kështu priti kafshën e tërbuar. Kur ky i fundit ndodhej 1 metër larg, Poçoja bëri një shmangi të shpejt, sikur të ishte një luftar. Kafshët u përplasën me trungun dhe trupi i saj mbeti i ngallmuar plotësisht. Poçoja pshehëriti i lehtësuar, e lidhi me kujdes rinocerontin me litarin e tij duke mbëthyer në trung. Pastaj, me pamjen prej triumfuesi, u kthye në pallat dhe i tha mbretit: "Madhëria juaj, sapo munda rinocerontin, mund të dërgoj ushtarët tuaj për të marrë kafshën sepse është shumë e rëndë, do të gjejnë në lidhur në trung." Mbreti mbeti i habitur nga një vepër e tillë sepse besonte se detyra që e kishte dhënë Poçës do i tejkalonte aftësitë e atij njeriu të vogël, por nuk pati zgjedhje tjetër veçse t'i dërgonte ushtarët e tij që të sillnin kafshën që ua kishte futur frigën në palç. Kur ushtarët u kthyen duke mbajtur rinocerontin e egër, i gjithë populli e përshëndeti Rrobaqepsin e vogël Trim si heron e tyre dhe mbreti u detyrua të mbante fjalën. E bëri princin Rrobaqepsin, Poço i dha gjysmën e mbretërisë dhe i dha për grua të bijën e tij princeshën e bukur. Kështu përfundoi historia e Poçës, Rrobaqepsi të vogël Trim, i cili me një goditje vrau 8.
pëlqej pralla? Po. Bravo, shumë mirë, a keni kuptuar këtë prallë? Po. Tani, a keni qef ju marrë Xixi? Po. A doni ju Xixin? Po. Kur Xixi? Xixi! Xixi të lutem! Qa për Xixi? Çoni një më përqafu Xixin, shpejt! Dhe fëmija, jeni kënaq me Xixin? Po. Tani, erdhi edhe përfundimi i këtij emisioni, ku ne ju themi mirupafshim! Program podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Ky program është mbështetur nga mjetet e Fondit për nxitjen e pluralizmit dhe lëndëmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive.